mirëmbrëma të dashur miq, ritakojmë sërish bashkë dhe sa shumë shpejt erdhi takimi jon, patjetër emocione. Ju ftoj të lidhni ripin e sigurimit sot, stacionohuni tek ne në pa filtra radar.al sepse sot ju pret një puntat zjarr. Zjarr do qeshim, do argëtohemi, do këndojmë, do kërcejmë, do i bëjmë gjitha, kështu që stacionohuni vetëm këtu. Sot kemi ftuar një vajzë të re, një artiste të re shumë të talentuar, premton shumë në fakt, një zë jashtëzakonshëm i skenës shqiptare, por përpara kaloj çik fjalën tek kolegja ime dashur e nderuar. Ti the për ripin e sigurimit. Po unë që jam pa rip sigurimi, ç'është do bëjmë? Jo, duhet ta lidhim. Duhet ta lidhësh mirë. Po ja se lidha, çfarë bë? Ave kam lidhur, me mirë e quajnë si të gjatë të. Nuk e di pse jemi kombinuar sot, jemi kombinuar gjithë, kështu që kemi bërë përshëndetje edhe nga unë, sigurisht, shumë e lumtur sërish të vi afër jush, dhe ju e dini që ne mundohemi maksimalisht që energjinë tonë dhe të ftuarit tanë që zgjedhim, t'ua transmetojmë të gjithë mesazhet, të gjithë adrenalinën, të gjithë çmendurinë, të gjithë ato pa filtra që ne e posedojmë dhe e veshim gjatë gjithë kohës, drejt për së drejti, në televizionin, në ekranin, në YouTube, në ku diun, edhe në rrjetet sociale nga dok ne duke me çarkullojmë, sepse së fundmi ne kemi qenë kryefjala në rrjetet sociale. Një dashuri të jashtëzakonshme në rrjetet sociale, duke që jemi të klikuar aty dhe faleminderit vërtet. Eksaktësisht, po jo vetëm share, se shikoj që në reelsat tanë ju bëni shumë share. Jo, na duhet edhe komente. Na komenton, na jepni sugjerime dhe na thoni diçka më shumë për këtë podcast që edhe ne të dimë se këtë prekim si artist, ku të shkojmë, ku të e dini që duam dhe kritika, jo vetëm fjalë të mira. Na kritikoni se ndonjëherë kritikat janë ato që të rrisin, kështu që ndërtojmë të marrëdhënien tonë kështu simbiotike dhe vazhdojmë përpara. Prezantojmë një vajzë shumë talentuar. Kënaqësi të kemi Martina Sereqi. Përshëndetje. Mirëmbrëma, shumë faleminderit për ftesën. Ne bësh shumë showbiz, ne. Je gati për showbiz ti? Po, pse jo? Komplet me logo. Edhe me rozë jemi shumë. Si ke hapur për audiencën? Patjetër. Përderisa jam këtu, jam shumë gati që të lidh rripin e sigurimit. Do na nisësh një këngë Angelin në situatë. Plasim me një atmosferë shumë. Ta nisim ndryshe, tani e ftuar këngëtare goca. Po ja do këndoj një këngë time. Diskutuam ne, ke parasysh atë që tham ne, kështu që po ja, po ta nisni. Okej, nisë ti, okej, hajde. Okej, po ta lëm dorë ty. Okej, ta filloj unë. Do këndoj një këngë time, se e kemi kilometra për ata që se din. E sa kilometra larg sot jemi, zemër e makuar le të mbesi, sa shumë do doja ta rikthej, ato që humbëm ta rigjejm. Kënga pjesëmarrëse në festivalin kjo. Po, bravo. Okej, një këngë shumë e bukur. Faleminderit. Shumë e bukur. Ose di pse serdhi sot kështu në emocionet e dura. Po pse serdhi sot? Pse serdhi? Atje ke këndor më bukur. Po normal që ta këndoj më bukur. Wow! Si thënë? Kjo kënga është shumë e trishtueshme. Ju jeni shumë pozitiv. Po çka ka please. Po ju jeni shumë edhe herë. Ja, edhe herë. E presim. Da këndojmë bashkë çikë. S'pëlqen fare. Wow! Po mirë s'ka gjë se e këndoj prapë. Po jo, Martina, po çoj se po si kështu një, po si kështu. Po gjithë ajo potencial këngë, gjithë ai zë. Tani ti duhet të jesh si çka që natë. Po pse çka? Kene gjë. Jam mua çka. Jo, jam shumë. Po kam ngrënë një sofllaçe me gjilola, që jam kënaq të hangër buk. Si do dhe ju vetë. Ka vërtet jeni mirë. Po jam shumë mirë. Kënga s'më si sorry. Po një sekondë. Unë e di që ju tash. Unë e di që ju po më bëni prank tash, se e kemi kamerën e shet. Lere se kam ndjek formatin koleg. E kam ndjek shumë mirë. Është shumë pozitive sa asnjë kam baj prank. Unë jam peshk. Po lere se justifikove, lere se u fute në unë vërskoj kaq mirë sa ju se keni ide. Ngrihet më shumë zor, jam shumë volum. Po të japi volum. Volum. Ishte prank se ishte shumë mirë.
Ma mori mendja. Jo, për të edhe njerë, për të këndoj, se shra, duke fitu që, hapi duar, hapi. Tani do gjojmë edhe një herë. Kishte preng. Edhe një herë për kënaqësinë e të gjithëve, Martina Sereshi. E sa kilometra larg sot jemi, zemër e makuar le të mbesi, sa shumë do doja ta rikthej, ato që humbëm ta rigjej. Tani ishe! Faleminderit. Tani ishe ti! Faleminderit shumë. Sa shpirt rock and roll me këtë tekst, a? Mos e ke përgjuar fare. Unë kam marrë shumë komente të mira nga kjo kënga. Është pritur shumë mirë, është një nga këngët dhe performancat më virale në Instagram, ka shku një 110.000 views-a. Është një ndër, janë 3 që janë me kaq views dhe unë ndjem shumë mirë që publiku e ka përçafuar kaq mirë këngën. Ka shumë, e ka dash shumë si këngë. Edhe më kanë thënë çfarë na ke bërë moj Martina kështu, pse na prek, pse bën këngë vajtuse, po bëj ndonjë këngë kështu të gëzueshme se ngele të prek. Kam pas plan me pre damarët? Po, jo, ato se kishin plan me pre damarët me mua, po i bëra unë këtë herë të prej damarët. Para fund vitit, do të thënë para vitit të ri, kështu. Po, tashi pastaj pas vitit të ri shohim se sprem më damarët, se po i kemi pre damarët. Historitë e shkuara dhe janë nisim nga e para. Si ka qenë ky vit, Martina? 2025-a. Po ishte i çik vit i vështirë, them drejtë. Ka qenë shumë impenjativ, për sa i përket punës shqyqyr kam qenë shumë mirë, nuk kam pas probleme. Po për sa i përket gjërave tjera ka qenë pak i vështirë, nuk e kam dëgjuar vetëm te vetja këtë, e kam dëgjuar edhe te shumë njerëz tjerë që viti 2025 nuk ka qenë viti më i mirë i gjithë, po s'paktën jam e vetja që ka përjetur kështu. Jo, patjetër. Kam shok dhe shoqë po plot. Po sidomos kjo bota e artit, bota e televizionit, le të themi shika këto sfidat, por ndonjëherë janë bukur raste edhe të rrisin apo jo. Patjetër. Ajo është të kthehen ndonjëherë si katapult. Shumë e vërtetë, është diçka që të rrit sepse sa më shumë eksperjenca çado të jenë të mira ose të këqija, është e mirë për rritjen edhe vazhdimsinë e karrierës time, sepse të mëson. Domethënë mëson këdo. E vërtet. Tani, ju mendoni që këtë vajzën që kemi ftuar ne këtu, e kemi ftuar vetëm si këngëtare? Është Shkodrane Morta Marsha. Shkodrane. Unë jam Korçar. Shkodrane, jemi shumë qytete me binjagëzim në kulturë, do i thoja unë patjetër. Por nuk di vetëm të këndoj kjo vajzë, di dhe të interpretoj, di të bëj dhe aktore, dhe ka qarë Loredana Brati, një nga personazhet më të komentuara të Big Brother, edhe njëson, E kjo shoqë ti Lorin? Jo, unë nuk e njoh, në nuk mënyrë kam. perfekte. Ta dish ti si imiton Martina. Unë do bëj një bashkëbisedim me Gjilionin me që e kam përballë, po do të bëj si Loredana. Si Loredana, patjetër. Unë Aroje se unë sot nuk të vi në emision. Nuk e kuptova se Come si dice? Nuk e kuptova se unë isha shumë okay për ty. Edhe unë i dola papait tim kundra para gjithë shqiptarëve. Edhe kuptoj isha brenda një jeje. Edhe nuk dila dot nga ju dhe jozi mos më bëj lëra fjalësh. Unë të pash atje, Keli unë nuk jam 5 vjeç, jam 25 vjeç. Unë të pash po flirtonte me mua, e pash atje. Ti ke një aspirat për aktiv? E kam, në fakt, ma thojnë shumë. Ke marrë pjesë në rol, në teatr? Ishte në tentativa, por për shkak të punëve të shumta nuk arrita të isha në prova që duhet isha aty, se patjetër është diçka në vetë. Po të ftesë në Big Brother se gjithë nga kënga magjike aty, opa. Jo, nuk ma ka ardhur një ftesë në Big Brother akoma. Po, pse jo, do e pranoja. Why not? Pa të Loren, e ke shoqe? Nuk do të thënë shoqe, e kam kolege, kam takuar, kemi uruar njëra tjetrën në fund këngës magjike, por kaq domethënë, nuk është se kam ndonjë. Loren, por ajo na la kështu në tentativë prit se do vi dhe nuk e di çka kishte për surprizë të madhe për të vajtur në Big Brother. E shikoj ka shku në Big. Po do vi. Po. Tash se mos ashtu kisha shoqe ti thashë jo, kam një kontakt prej kolegësh, nuk është se kam ndonjë shoqëri, por i uroj shumë suksese me që e përmendem dhe këtu, sepse më ka qëllu të atakojmë backstage dhe të flasim shumë pak për performancat tona. Kaq. Me sa pikë vlerësove ti atë? Ti ku me 5 pikë? 5 pikë?
Ose ka bërë çka hapja, sa i kanë vetë hatri. Jo, s'pa mermenja. Nuk e di. Si shiko se shiko, Lorea më duket shumë pozitive. Unë nuk është se kam bën ndonjë muhabet shumë të madh me atë, po më duket shumë pozitive dhe më duket sikur shikon atë punën e vet, nuk është po. Shumë gocë modeste edhe tek biseda. Më pëlqen se vjen ndryshe me materialet e saj, çdo herë. Duket pjesëmarrja e saj në Big Brother. Me sa kam arrit të shoh, deri tash më duket shumë okay. Ngjason me Loren që ti ke njohur aty te kompeticioni? Jo, sepse unë nuk e kam pas mundësinë ta shikoj nga, domethënë të bashkëbisedoj me të nga afër. E kupton? Kam parë vetëm skenë tek performonte dhe mund të kem pas vetëm një suksese dhe kaq, domethënë, nuk është se kam pas kontakt me shumë. E kuptoj. Të bëj një pyetje kështu, Martina, si është sot për sa i përket të rinjve, të cilët aspirojnë muzikën, artistëve të rinj, si gjenden sot në tregun muzikor shqiptar? Si gjendesh ti personalisht? Shiko, është shumë e vështirë të ecësh përpara. Unë jam vetëm 20 vjeç, edhe për 20 vjeç mendoj se kam arrit shumë. Edhe mendoj se patjetër mund të arrijmë shumë. Në festivalet më të rëndësishme është një arritje e madhe, por jo vetëm. Po, kam pas minuta televizive dhe kjo besoj është gjë shumë e rëndësishme, sa do të jenë ato 1 minutë, 2 minuta, 3 minutë, s'ka rëndësi. Për audiencat e festivaleve që nuk janë me mira, por pati janë me miliona, duhet ta themi. Më ka ndihmuar shumë kjo dalja ime televizive dhe për live-et që ne bëjmë në Shkodër, në Tiranë, domethënë kudo, më ka ndihmuar shumë, më ka rrit shumë, por është një botë shumë e vështirë. Duhet të kesh shumë durim, dhe këtë në qoftë se bashkëmoshatarët e mi po na shikojnë tash, duhet të keni shumë durim se kush do më fut kësaj rruge, do futet dhe nuk ka kthim pas asaj. Është e bukur, është një magji. Po. Është një magji, por nga ana tjetër edhe pas kuintave shihen orë të tëra lodhje, pune, patjetër. Kënga magjike keni pasur ndonjë kështu, pa kjo, zot kush shikon ato. Patjetër. Shiko, shiko, unë them që bota e televizionit sado e bukur është, por është një botë që është falso, sepse shiko, gjithë mund të urojnë, mund të thojnë suksese, po ne gjithë e dim se ç'a ndodh prapa krave. Dhe në këtë e ndjeve ti këtë, po patjetër që e kam ndier. E kam ndier shumë herë, po u bë kjo. Po patjetër. Kjo që tona i bën, nuk do vetëm me moshën më të madhe, doll dhe moshatarët e mi, ato që janë gjanë new artist, e kupton? Por që them drejtën nuk më ka pengu fare që të ecë para, unë them shqyr se ma kanë frikën, se përderisa ti po më komenton. Aty ku ka konkurrencë. Aty ku ka, mua më pëlqen shumë të kem konkurrencë. Mua më pëlqen shumë të kem konkurrencë, sepse aty e vërtetoj se sa e fort jam unë në këtë lloj bote që jam fut. Kush është artista që të pëlqeu dhe artista që nuk të pëlqeu? Meqense je kaq për të folur pa dorashka ti për këto. Artista në këngë magjike thonë? Po, në këngë magjike, kompletisht, aty more pjesë ti. Okej. Ta mendosh që ti superove aq mirë, i bie që dikush të ka, domethënë, dhe ka qenë në një nivel me ty, ti ke parë dhe mangësitë dhe avantazhet. Po. Kush ka qenë, kush ka qenë? Dua të them diçka që në këngë magjike new artist janë shumë të fortë. Domethënë, patjetër që po fillon kjo ndrimi i brezave xhërave, se tash nuk mund të rinë ato që kanë qenë gjithë jetën, nuk mund të rinë gjithë jetën. Po. Edhe është shumë interesante në fakt dhe do të përgëzoja edhe produksionin e këngës magjike, sepse është diçka shumë e bukur që t'i japësh talenteve të reja mundësi që të futesh në botën e artit. Po, sepse do ti që disa nga ata kanë bërë bam dhe janë emra shumë, për shembull, Mali nuk ka qenë këngë magjike, Mal Red Koceri. Ka qenë te festivali, po prapë si new artist, dhe unë kam qenë një edicion me Malin, djalë fantastik i mrekullueshëm. Dhe ai ishte një nga personat që bëri bam. E kupton? Dhe me të parën bëri bam, për shkak se ne njut vim ndryshe nga të tjerët. E keme këta olds ti? Jo, nuk e kam as me ata, po ka ardhur koha që të hapin rrugë edhe për artistët e rinj, e kupton? Sepse unë për vete nesër, nëse unë nes shumë parë në karrierë, unë pse mos jap mundësi të tjerëve që të ecin përpara. Ajo egoja sylloj, ata nuk i lë, edhe ti ka shumë mundësi që kur të mësohesh me skenë dhe me audiencë dhe me Duart Rockit, do të kesh shumë vështirë për të kërkuar atë shkëputjen e kontaktit. Këtu është vërtet. Dhe mos më shmang pyetjes, mos më shmang, Martina, mos më shmang pyetjes, ai negativi kush ishte se këtë dua. Plasa. Jo negativ. Do filloj, shiko, jo në kontekst negativ, po ai konkurrent aty që ty të lam bresa
jo të pëlqyeshme, jo pozitive, në çfarë lloj aspekti qoftë kjo, se po nuk po flasim për anën vokale. Po, unë do në fakt do them për këngët, do e them për dojnë e këngëve, se unë këtë vit kam parë që disa nga këngët do rreshtoj disa, se tash s'po më kujtohen se janë bërë kaq shumë, se janë bërë 2 festivale rresht, unë s'di që mos pse me këtë merrem. Ka shumë bombaske. Ua, shumë, se unë ndjej. Hajde prapë të flasim me këtë. Atëherë. Për më ka pëlqyer shumë Mira Konçi. Këtë e morën vesh. Që është një artiste më ka surprizuar në fakt. Kur e kam dëgjuar këngën për herë të parë nuk më ka pëlqyer, por kur e kam dëgjuar live, më ka pëlqyer tema se shumë. Domethënë kur e kam dëgjuar në pallat të kongreseve. Po kjo në tjetër. Prap ti rregullove ti, Martina, mos e rregullon më. Realisht nuk po më kujtohen të gjithë, se unë se kam problem të them të vërtetën, temet e vërtetë. Po ja më tregon. Okej, mirë. Ndonjë se ndodhi aty për shembull. Jo që isha unë prezent nuk ndodhi. Nuk ndodhi, ja? Jo. Se kanë çik të kamufluar artistët këtë ndjesin me njëri tjetrin apo nuk? Shiko, nuk e tregojnë edhe pse ndjejnë këtë zilin, konkurrencën. Shiko, unë jam një person shumë i drejtë për drejtë. Dhe unë mendoj që kritikat vetëm të rrisin dhe nuk të domethënë unë nuk i them kur kritikat që tjetrin ta bëj të ndihet keq, patjetër. Domethënë unë mund t'i them mund të them ty që shiko se atë ndoshta ta kishe çu dhe pak jakën këtej do dukej pak më bukur, po nuk ta them në kontekst negativ. Ta them që jo, sa si shembull. Se më shaka. Jo. E them jam shumë e drejtë për drejtë, e them gjëra ashtu siç mendoj. Shumë fetikse, isha ashtu ti, na kisha thënë. Po jam më thoj emrat të them unë. Çfarë mendimi kishte për Juliana Pashën? Të pëlqeu apo s'pëlqeu? Apo ishte kështu e shitur ajo? Shiko, po mos të ishte zëri Julianës që është potent? Ndoshta ajo kënga nuk më ka ngjit. Por Juliana Pasha është një këngëtare me atë të madhe dhe ajo e bëri këngën. Si ka emrin kjo vajza këtu? Ajo është Ja kjo tregon që Angus Day është ajo. Po ajo nuk kaloi në pallatin e kongreseve, për shembull kënga e saj nuk më ka pëlqyer fare. Më mirë, ja, se çfarë kishte? Nuk kishte kënga e duhur. Performancë pas ka zjarr, Se kënga nuk ishte e duhura, domethënë. Mund kishte ardhur me një stil pak më ndryshe, se unë nuk e njoh fare as personalisht, domethënë, unë thjesht po shumë në stil guxojnë. Artistat shqiptarë, edhe artistat të rinë, le të themi që janë aty tabu. Unë them që të rinë guxojnë më shumë. Dhe po se bëri arti kush do e bëjë, sepse ne absolutisht të parë se do të japim këto. Kjo është Blerina Matraku. As kjo nuk më ka pëlqyer të them të drejtën, si këngë, nuk kam unë kam pas vetëm një përshëndetje me gjithë, nuk është se kam gjë kundra, janë shumë të mirë. Prit sa ato? Jo, nuk shiko, ne aty kemi grupet tona. Po kjo Kaliopi, çfarë mendimi ke? Kaliopi ishte pjesëtare e jurisë. Se po shikoj këtu se. Po. Ajo ishte Kaliopi. Po se po shikoj që performon. Po për këtë çfarë mendimi ke? A je këta? Po Lorea është ajo. Po këtë, jo. Lorea ka diçka se çdo këngë bëhet virale. Se ka ngjyrën e zërit? Jo, ka stilin e vet. Kush ja kompozon këngët asaj? Kush ja kompozon? Po nuk e di, ajo punon dhe më të ndryshëm, po dhe veti bën këngët me sa di unë. Por që vjen me një stil ndryshe dhe më pëlqen që ka atë energjinë e vet, atë karakterin e vet në këngë. Martina, di që ke pasur një material që e ke propozuar këtë vit në festivalin e RTS. Çfarë ndodhi? Absolut nuk e di të çfarë ndodhi. Materiali nuk është pranuar. Ishte një material shumë i mirë, them drejtën. Festivali i RTS-s, unë kam një dashuri shumë të madhe për festivalin e RTS-s, për arsye se unë në RTS në kam hedh hapat e mia të para si moderatore. Po, ke pas emision në radio. Po, kam pas një emision në radio në RTS Shkodra në fakt, por që nga aty unë fillova moderimin edhe në Faleminderit. Fillova moderimin edhe në RTS këtu në Tiranë, në Radio Televizionin Shqiptar. Në fakt, një nga personat që më ka dhënë krah ka qenë Bojken Lako, cilën e falenderoj shumë se që në Bojken i mbajt për përkrahje. Po, është realisht një nga artistët që përkrahin shumë talentet e reja. Shumë supertiv. Dhe pas me ai vazhdon përkrah dhe gjithmonë ma ka dhënë këshillën që përkrah sa më shumë sepse
pse mos përkrahesh, e kupton? Çdo kush ka rrezikun e vet, si e thëmë ne. Nuk kemi pse të kemi frikë ose hall nga të tjerët. Nuk e di pse un kam qenë fituesja e çmimit të kritikës në festivalin e radio televizionit shqiptar. Në pjesëmarrjen time të parë. Po. Domethënë me herë të parë unë mora çmim kritike, që është çmimi i jurisë. Domethënë gjithë juria ka rënë dakord që fitoj unë çmimin e kritikës. Dhe kjo është po aq i rëndësishëm sa çmimi i parë. Dhe le të themi që atë vit ishin shumë emra të mëdhej të muzikës shqiptare që ishte shumë vështirë që domethënë unë me vete se mendoja çmimin fare. Prandaj unë kam këtë dashurinë e madhe për festivalin, patjetër orkestra është magjin vete, kush ka fatin të ka fatin të performojë me një orkestër të mrekullueshme. Por që kënga kombëtare ajo orkestër, është e vërtet. Kënga nuk më pranua. Unë nuk e di shkakun se pse nuk më është pranu dhe unë i bëj thirrje dhe festivalit me këtë rast që në momentin që nuk pranohen këngët, të ketë një arsye sepse kënga nuk është pranuar. Është vërtet sepse edhe Klinti nuk ishte pranuar kënga. Po ju bët një peticion, ndoshta një thirrje, ti ke reaguar në Instagram ose po kërkohesh? Patjetër, jo kam reaguar në story. Kam në story, domethënë kam arkivet e mia. Unë jam në profili jot tani, Unë jo, postime nuk se kam. ndërkohë që ti flet, u shikoj reagimet e fundit të tua që ke bërë. Pse s'ke reaguar? Unë kam reaguar në story në fakt. Le të themi që nata parë ishte festivali Lebor i Shkodrës. Okej, më rregull, edhe nëse nuk pranohet një këngë ose një material, por të ketë një verdikt të caktuar, një arsye tim sepse nuk është pranuar. Kam të mendoj respekt e meriton artisti që ka sjell një material. Sidomos nga festivali i madh i RTS-s, që mbahet për një festival shumë të rëndësishëm në vendin tonë. Festivali kombëtar duhet ta pohojmë. Patjetër që një artist duhet të ketë pohimin ose jo aprovimin e projektit të tij, të bashkangjitur me arsye nëse nuk pranohet, se pse nuk është pranuar. Dhe unë mendoj që kjo është shumë fair, sepse në momentin që ti nuk ke asnjë mesazh që nuk të është pranuar kënga. Domethënë ti shef në fund vetëm emrat e atyre që kanë dalë dhe ti nuk ke as edhe një lloj informacioni që ti ku je o vlla, e kupton ku ndodhesh. Demotivon kjo? Se artisti ri. Jo, mua thjesht më erdhi keq për materialin tim. Tu tregon që gotë se fort, strong. Kush e kompozoi? Kush orkestroi kompozimin? Në fakt unë do e lë këtë surprizë, sepse unë këtë këngën do e nxjerr. Por është një këngë shumë e madhe. Është një këngë me shumë potencial, në zonë se pa marrësysh. Po, jo ti mos e thuaj. Mos e thuaj, ty ta them pastaj. Ta them pastaj. Po nuk do të them mirë, okay. Por që ndoshta them nga kjo anë që nuk ka qenë e shkruar që unë të jem pjesë, sepse ndoshta Zoti ka rezervuar diçka tjetër. Nuk e di tur emrin që më the. Jam i sigurt që është material i mirë dhe ai thënë patjetër që është i jashtëzakonshëm, kështu që jam i sigurt që do të hapet. Shumë faleminderit. Le të shpresojmë. Këtë që ka intuit të fortë, do ta e kam dhënë intuitën e fortë. Po, e kam. O çfarë intuit e ke për ne të dy për shembull? Ju të dy më jep një energji kaq pozitive sa në momentin e parë që ne u takuam bashk, se unë me asnjërin nga ju nuk kam pasur ndonjëherë ju njoh si figura publike, por nuk kam pas asnjëherë kontakt nga afër. Edhe faleminderit ju për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Unë nuk kënaqa. Jo, vërtet, unë nuk kënaqa. Unë ty të kam parë në televizor. Po, dhe ti, unë e di që ty të karakterizon e folëra shpejt. Dhe ishte fiksa ashtu si që mendoja se do ishe. Kurse ti, domethënë, për ty nuk kisha një mendim sepse nuk të njoh, nuk kam pasur ndonjë komunikim më përpara, se gjithmonë kam ndjek. Çfarë mendimi ke për shembull për ne të dy? Jeni shumë pozitive, më jep një shumë vibe të mirë. Çfarë të thot? Jo për shkrim po intuita, çfarë të thot si peshk? Çfarë do bëjmë ne? Po. Çfarë do bëni ju? Po, çfarë bëjmë ne? Në të ardhmen do kemi vazhdimsi. Po, unë mendoj që ky podcasti këtu do ecë shumë më shumë. Do me thonë unë besoj te energjia juaj, sepse unë them që një energji të vërtetë si te Martinës. Po, unë them gjithmonë të vërtetën. Unë kam diçka që unë them që para se ti jesh një artist, duhet të jesh një njeri i mirë me këmbë në tokë dhe shumë pozitiv. Mesazh i bukur si. Sepse unë më ka rezultuar shumë artistë të tjerë që
mund të jenë të mrekullueshëm, mund të kenë famë, mund të kenë zërin e bukur, por kur vjen puna te karakteri, aty çalon muhabeti, sepse ma besoni mua, për një artist, sidomos ne këngëtarët kur dalim në skenë, përçohet dhe transmetohet energjia pozitive. Është vërtet. Është Sa e pjekur që je, moj, për moshën që ke. Dëgjoj, mami apo babi është ka talent për muzikë? Mami. Mami im në fakt ka dash të vazhdoj për gazetari ose për balet. Po, por që erdha unë kjo këtu. Në jetë, po. Erdha Ti ke unë. motor vlla? Po, kam një vlla më të vogël, 5 vite më të vogël. A kesh me jetë? Ai faleminderit. Mami vdes për art. Mami ka qenë mësuese 15 Do një vite. pesh gafore mami? Mami është peshore. Peshore, po Po. çfarë mami? Mami peshore, babin e kam binjak dhe vllajin e kam gafore. E më mirë, më Shumë ata ke pikë të dobët. Patjetër se Shiko janë të tash, gjithë të pandashëm, po patjetër janë që janë po pandashëm, po shumë pikë të mamin e dobët. kam. Wow, nuk Mamin e kam. Te Shiko. kamera me lam kuqe aty, Po. dedikoj disa fjalë mamit. Sa unë emocionoj kur flas për Hajde, mamin. na trego. Çfarë ka bërë mami së fundmi? Çfarë sakrifice ka bërë mami që ti e do Mami kaq shumë ka afër zemrës? sakrifikuar gjithë jetën për mua. Okej, kamera aty. Le të themi që shumë shpesh ka lënë punët e veta për mua, ndoshta edhe babin dhe vllajin i ka lënë për mua, se të merret me mua. Edhe e vlerësoj shumë sepse në çdo gjë që bëj, ajo është pro meje. Më ndihmon shumë, më jep shumë këshilla të mira dhe pavarësisht se është një mami, ajo është dhe shoqja ime më e ngushtë. Çfarë ndante një moment me mamin që të ka qenë delikat në jetën tuaj dhe keni sakrifikuar ose mami ti ose mami nga ana e saj ka sakrifikuar që atë ëndrrën ti të realizosh atë këngën, të vesh ta kapësh ta këndosh te koncerti, të bësh Mami im e karakterizon ai shpirti luftarak. Mami im është shumë këmbgulse. Dhe unë ndoshta s'jam arsa është mami, po mos kisha mamin, unë ndoshta s'do isha këtu ku jam sot. Për mamin s'mbaroj deri nesër edhe duke folur në po. Dua që jo të ne tregosh ne këtë ndjesi, po t'ja tregosh mamit nëpërmjet kamerës. Po. Disa fjalë, domethënë pa u përfshirë ne Po. këtë fare. Unë mamin e dua shumë. Jam shumë e fat që kam një njerëz si mami ime në jetën time, një princ si mami im në jetën time. Nuk e kanë gjithë fatin ta kenë një princë e kam unë. Ka të dy, se po flasim për mamin, babi më fal, se nuk dhe ti të dua shumë. Do e falenderoj për çdo sakrificë dhe çdo gjë që ka bërë për mua dhe më fal nëse të kam mërzitur ndonjëherë ose të kam ngrit nervat, por të dua shumë. Shumë, për edhe kjo me kulpa kështu publikisht për të ndjesën që ndonjëherë edhe ndodh. Po patjetër. Patjetër. Ndonjëherë them unë janë nxiva jetën këtyre, unë se di se më nxjerr nga shtëpia kështu vapi është e fortë. Po jo, më ka qenë mirë sa çeti nuk do. Ka qenë energji të mirë që përcjell. Ne kalojmë një herë te rubrika po se oj që kemi përgatitur dhe kalojmë direkt tek pyetjet. Nisim direkt me rubrikën mish pa humbur kohë, tabela atje po se jo do t'rregojmë kamerës aty. Okej. Pa humbur kohë atëherë mish. Ke ngesur ndonjëherë në ashensor me meshkuj? Jo. Nuk ka ndodhur. Ke pirë gjithë natën vetëm në një klub? Jo. Ke udhëtuar ndonjëherë vetëm jashtë vendit pa i thënë askujt? Jo, jam shumë boring, më falni. Ke fikur telefonin dhe nuk ke përgjigjur askujt me orë të tëra? Po. Ke bërtitur me se ke pasur në kokë vetëm për të nxjerrë natin? Po. Ke qarë ndonjëherë vetëm në dhomë pa i ditur askush? Patjetër. Ke kapur dikë prej flokësh, e ke shtrënguar fort dhe ke bërë sherr të fort. Jo. Ke bërë sherr asnjëherë Martina? Jo, jam shumë gocë e urtë. Je gocë mirë kështu. Je veshur super seksi dhe ke dalë jashtë vetëm sepse ashtu ta ka dashur shefi. Po. Ke bërë diçka impulsive dhe më pas ke thënë s'pendohem fare. Okej, ke qeshur fort edhe kur brenda nuk ke qenë mirë. Po. Okej, ke kërcyer ndonjëherë në mes të rrugës si të ishe në videoklip? Jo. Ke gënjur për emrin e dikujt që të ka pëlqyer? Po. Okej, ke futur ndonjë gjë në pjatë vetëm për të provokuar dikë? Jo. Ke provokuar me ushqimin kështu? Jo. Jo, çuçi, jo, aman. Okej, ke folur me dikë dhe më pas ke thënë pse po flis jam. Sa vlen kjo ama. Por. Po, e ka ndodhur kështu. E vërtet kjo gocë, po. Ke bërë ndonjë lojë me buzëqeshje që të ka dalë e rrezikshme? Po ka ndodhur, okay? Ke bërë ndonjë drama queen për shkak në rrugë që të kanë parë gjithë?
Drama Sa e queen. vjen. Unë e bëj për ditë. Kemi drama queen këtu. Qa bën këtë rast? U jam shumë, jam të vdek, po më dhëm koka, po vdes. Po unë nuk jam mirë, po më ka pak dhe jam kështu gjithkohës. Kam një, jam shumë emocionale dhe më kap ndonjëherë. Po më kap si shpesh. Okej. Ke provuar ndonjë look që ishte komplet i çmendur dhe ka dalë jashtë pritshmërive të tua? Jo. Nuk ka ndodhur. Ke bërë ndonjë shaka të rrezikshme që nuk e priste askush? Jo. Mirë, do ta bëjmë tani. E di pse them do ta bëjmë tani, se do bëjmë prank Sa tani, e është bukur momenti i që ishte prank. kjo lidhja e kësaj. Kisha ti kësi pyetje ta apo e Jo, bëre tani? ndodhi kështu. Oh, sa Nga bukur. intuita Okej, erdhi shumë e kështu. bukur, sa. Spontanisht e gjeta. Vazhdojmë, po. Por do është momenti që ne bëjmë një prank këtu. Po. Di që ke një mistik goxha të konsiderueshme me Xhejt, Po. Fatmir Kanani. Po. Ta telefonojmë Xhejtin, edhe ti themi që është kjo pjesa tani që po futen në Big Brother, po na kërkojnë të dyve, thuaj të futemi si një konkurrent i vetë. Okej. Në rregull, ja ta marr një E herë. ke numrin Xhejtin? Patjetër. Shok. Patjetër, po ja. Po. Si prank? Ja ti inshallah po. Xhejtin e kemi pasur, këtu e kemi shok edhe ne. Inshallah hap. Alo, zemra si e ti? Zësha si ka A mu zisha si t'kam? Mirë. Si ke qënë? Je i zënë ti tashi? Jo, tani thjesht të dalë pak se më ka ardhur llaj. Shumë mirë. Shiko, unë do i bje qik shkurt, se kam diçka shumë të rëndësishme për të tënë. Okej. Ka arë një ofertë, Po. po na ka arë për të dy. Oh, okej. Më kanë marrë nga Topi, nga Bigu, dhe më kanë thënë që na kanë parë ne, mba me në të reelsin që kemi bën në Instagram. I ka pëlqyer shumë energjia dhe më tha na ke relatat mira me Xhetin, e thash po unë kam shumë shok, i thash unë. Dhe më tha, a do pranoni t'ju tha nesër në orën 5 të pinim një kafe te studiet e Topit edhe të flasim pak sepse kemi qef t'ju kemi si një konkurrent i vetëm. Ti si mendon zemra, se unë i thash po pyes dhe Xhetin se më tash se di. Then we have to discuss this. Ja. Slay. Yes. Po ti si mendon ti mendon që po? Jam me dyshime, po më shumë anon nga poja. Po shiko se mund të ishte mundësi e mirë se Po pra, pikërisht. dhe ne njohim disa nga konkurrentët aty. Po. Në një konkurrent, valla, do jemi vetëm Do ishte mundësi. sakrifica është për E një. mirë, tepër e mirë bile. Shiko se ne do jemi bashkë, kupton? Ne do jemi një konkurrent i vetëm, E di. jo në vete, Po. po do ishte mundësi shumë e mirë. Do Promovimi ishte shumë mundësi. promovimi mirë, është sepse për do një jemi tek akoma punt. më mirë. Po është një konkurrent i vetëm ka ndodhur. thuaja, promovimi është për Sepse po, promovimi është vetëm për, domethënë për një tek. Se shiko, mund na vinë shumë mundësi të mira kështu për këngë, për bashkëpunime, për gjëra, e kupton? Unë nuk e di. Bie të futemi për aty neve për shembull. Shiko, ata në qoftë se besoj pas vitit 3. Me 3 janar besoj. Me 3? Po, me 3. I takon të shtunën tjetër. Ti do të thënë je gati që ta bësh këtë gjë nëse do pranosh? I mean, hell yeah. po nëse unë për shembull skualifikohem, ti do bish për shembull. Po nëse unë për shembull skualifikohem, ti I bie të skualifikojmë dhe unë. jo, po ato mund thonë që ti mund të rish, do e lësh zyshën vetëm apo? Në qoftë unë skualifikohem, mi bie të dalësh dhe ti, thuaj, do djegësh të karrierën për mua, i Do thuaj. bëhet në një Shiko, zemra, kjo do jemi po pra se në qoftë se unë skualifikohem, skualifikohesh dhe ti. Dhe dje karrierën tënde pastaj. Por duhet futemi me një skup. Duhet- Duhet futemi lakorisht. Ka lidhje, nuk Vetëm me brek. nuk më përbëm. Me të Po, dhe shiko se unë harrova të them dhe një detaj shumë të vogël. Kur të bëjmë atë hyrjen, ne do jemi në brek banje. Në brek banje. Po. Like, Në kështu më roba banje më? Shiko se dhe unë s'jam palestruar këtë kohë. ti që jo, se s'kam... Duhet të sqarojmë tani të gjitha këto gjëra që mos kemi konflikte më brapa. Jo, se duhet t'i sqarojmë gjitha këto gjëra që mos kemi konflikte përpara. Jo, të kuptoj shumë mirë. Prandaj, se unë po të them se mos shkoj menja kështu pa të thënë gjë. Jo, nesër çfarë ka thënë Ti duhet veshësh paruke jeshile, unë të kuqe.
Dhe se po më shkruajnë tani, se po vazhdon të shkruajnë ajo goca, duhet të vendosësh një parukë jeshile. Dhe unë të kem flokët e lëra jeshile. Dhe më thonë, unë duhet të bëj flokët jeshile për të fund në pikë, që të bëjmë i qikë shu o show. Shumë sfidë e bukur kjo. Është e bukur pa po, ç'a do bëjmë? Nesër në orën 5 duhet jemi në top. E ke seriozisht që duhet të lyj flokët? Po. Ose mund vendosësh paruke, po, pastaj po vute me paruke do thojnë ha. Pastaj ty të shkon se ti ke eksperimentuar shumë. Ku kam eksperimentuar vetëm një herë, kam eksperimentuar. Po mirë, 1 sa për 100. A zemra, e di kush është që na ka bë ftesën? Gjiljola? Edhe Angeli. Po se ma vetëm ti do bësh prank gjishës. Do të bëjmë dhe ne të prank. Jemi drejt për drejt në këto momente. Ej, nëse Gjejt, mos u mërziti tuaj po e manifestove në një farë mënyre. një formë manifestimi, ja. Aman e hëngre, besove, thuaj çfarë duash. E hënga po nga fundi. Po hiperbolizoni një çik, tham hajde ku do shkoj Gjeti. Ore, po pse jo, ide mirë është. Po mirë se s'do ishte keqe. Kështu që kujt diet mund të shkoj në vesh të sakt kjo. Po, ndoshta. Perd. Hajde për hajër. Hajde për hajër. Për hajër në Për shop. shafaj. Të përshafojmë Gjeti. Ciao. Edhe unë ju përshafoj shumë faleminderit. Ciao. Ciao zemra. Ishte shumë e Gjeti bukur. do vi prank këtu, në studion tonë. Bravo. Ti je së bashku. O, zoti më. Shumë e bukur ishte. Po. Super. Do ta mbyllim me një këngë. Çfarë keni qef ti? Bëjmë ndonjë këngë shkodrane? Shkodrani, Po që di vetë ta bëjmë vetë. Po, më ka shkumenja me u feju me Gjiljola, e di ti? Po për zotin vallaj, Ka shkuar? Shkumenja me u feju, atë do të ndojmë, hajde. Hajde inshallah, zoti më. Hajde ja se po manifestojmë shumë. E ke këmën e Shiko, bardh. ta them diçka. Në momentin që unë futem në një studio ose zë shoqëri të reja, kontakte të reja, të gjithë ose bën me burr ose bën me fëmijë. O, më prek. Jam me. Po. A ke vërtet të? Po, se shumë njerëz pasi kam takuar, ua tha zemra jam shtatzon ose un jam fejuar, e kam këmbën e mbar. E bukur. Hajde, ka shkumenja. M'ka shkumenja me u fejue, e me marrë një ulqinak, aman ulqinak unë s'ma do në nana, se m'ka zani ziu marak. Ka bukur! Folëm që shumë kënduam kërcyem, bëm prank, bëm gallate dhe në fundit gjithmonë ngelemi pa filtra, sepse kryefjala është gjithmonë timi pa filtra, timi vetvetja. Filozofia jonë është kjo që kjo mos jetë një tavolinë thjesht miq, tavolina e diskutimit. Jetë si një tavolinë kafe, po kemi dhe kamera. Po. Qëndrojnë të sinkronizuar për të parë në vazhdim puntatet e tjera që kemi përgatitur për ju deri në 31 dhjetor. Okej? Mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Angeli Dikolli, Gjiljola Lamaj, Radar.al, të na klikoni gjithashtu edhe në YouTube dhe së bashku kemi për të kaluar akoma momente edhe më shumë të bukura. Kështu që Shihemi në puntatën e ardhshme. ciao. Ciao!